ka arë një kohë shumë e keqe, të rritë fëmijën vetë, do me thonë, une kur e krahasoj, veç një shembull konkret, po du me jap, kur e krahasoj fëminin teme me fëminin e Simonës, une bile kom jetu në kohën e kur ka qenë okupimi, fëminia jam, ka qenë kur ka qenë okupimi sërb në Kosovë, edhe nuk na kanë rujt prind kur kena dalë me lujt në lagje. Unë sot nuk e kam lirin me qitë Simonën në lagje me lujt pa qenë prezente. Se puni shumë raste, do me thonë, une veç fe bëj krahasimin e fëminis ta me Simonës, une në klasën e tretë e kam vajzën qëtash, unë klasën e tretë, bile Simona e ka shumë afër shkollën me ardhën banes, unë e kom pas edhe ma larkë, po unë jom këthy vetën shpe. Simona nuk guxoj pa shku të shkolla me marë. Do me thonë që të orarë të shkollës që Simonën e dërgojmë edhe e marim, do të me qenë prezent të shkolla, edhe jemi të lirë, qëta nuk po me kuptu. Një kohë që shumë e vështirë, po masnena këtu nuk është veç të kjo pjesa që e ceka e sigurisë, është edhe të pjesa e ndrimit të gjeneratave, teknologjisë, avancimit kohës, janë të urit fëmijët me teknologji, edhe po kanë shumë informacione, edhe janë shumë atë avancum, besa une ka momente ku qika me dhe më komplekson, qëfar pyetje më bën, edhe bagi ma strese na që e kena marrë një copë buk edhe i na dalë që aty në lagje, e me gjithë kena prit që ata buk me hungër e me lujt më shefta, se me lujt me lastik, e ku një farë loje planas, unë që ato e ku mdasht shumë, e me kërsit të përzilem kë ishije me ik, edhe po këta tonë dyqysh si qenje robotike, dyqysh po mdokën, po është i prit koha e teknologjisë, është koha e AI-et, është koha e super teknologjisë edhe knena shumë po mdhimën që janë në qëtë pike, nuk po jetojnë emocione që shi kena jetu në fëminin tonë, po knena edhe mi u ndalu pi frigona së është uarë që ajo ko dhe duhet fëmija mua, edhe nuk i ka ik edhe duhet fëmija me pas informacion se nëse na sot kemi mri me ardhe në qëtë pik, qka nëse qika me kur të rritët, që si vjen ai farjete super robotike, që kësaj duhet pa tjetër me njoft teknologji. Qka është një këshill që ja kishe jo apqikës, që kishe dash me pas vëthën vesh ajo? Të më thonë një diçka që na shta prej shumë seneve kishe zgjedhë një, që kishe dash me të ngu. Me kon vetja. Veç. Qikaq? Me pas zemrën e but shumë, me pas zemrën e mirë shumë edhe me kon vetja. Qëto 2 sene ja thom konstant, edhe kur gjo ma tepër tjerat masnena, ishala Zoti jep shëndet, fat, edhe po edhe një sen me qenë luftarake për dëshirat e veta dhe gjanat që dënë mi realizu një. Nuk tut Son jam super luftarake, kështu që mus ma ka qitë keq. Kështu që pëdi që s'ka ga ty në qëta aspekt. Jam shumë e sigur. A din që Simona është një farë mikë si jam edhe i Simonit, është shumë interesant. Unë jam konë shumë e gjallë se Simona. Simona është ma e rafinume. Unë jam konë ma se dramatike pak. Si në emocionit mira, si në ato kur kom qaj, ta vdin kom qaj shumë e të madhe, si kur jem gëzu shumë. Simona është pak ma e qetë, ma është si babi vetë, një farë mikë si jonë, po është shumë e mençme, e qaj më pëlqenë shumë, po është pak ma e mbyllne. Okej. Pse ja lat emrin edhe qikës Simona, si kur Simoni shumë e dëna? Po, e kom tregu që histori 1 milion herë, une si fmi kom qenë e apasionume mas emrit Simon. E kom një emrin Simon, kom qenë shumë e vogël, edhe në tërku ma ndej fati dashti buri me pas emrin Simon, edhe veç që to e kum lidhën, edhe kur ka lind, edhe kum dasht aje lidhshmëria bab vaj, Simona, edhe si emën janë internacional, edhe kum thonë abdi nesër, mas nesër e ka një emën pak ma internacional, edhe nuk e ka gjithë një kujtim po, edhe i met një kujtim i mirë për babe bi me një emën të njëjtë.